Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Nuk kisha ndonjë arsye të veçantë atë ditë. Thjesht u zgjova me një ndjesi që doja ta shihja dhe ta befasoja. I bleva një kafe që e pëlqente gjithmonë dhe një kuti të vogël me ëmbëlsira nga pasticëria pranë zyrës së saj. Nuk e lajmërova, më pëlqente ideja e asaj surprize të vogël, si dikur kur sapo ishim martuar. Zyra e saj ishte në katin e dytë të një ndërtese të vjetër, me mure xhami dhe korridore të ngushta. Hyra me buzëqeshje, përshëndeta recepcionisten që më njihte dhe i thash se do ta prisja brenda. Më tregoi me dorë drejt fundit të korridorit. Dera e zyrës së shefit ishte gjysmë e hapur. E pash para se ta dëgjoja veten të merrja frym. Ajo ishte aty, pranë tavolinës së tij. Jo thjesht afër, ishin shumë pranë. Trupi i saj i kthyer drejt tij, dora e tij mbi shpinën e saj. Pastaj pash atë që nuk do ta haroj kurrë. Buzët e tyre u takuan. Jo një prekje e shpejtë, jo një keqkuptim. Ishte një puthje e qartë, e qëllimshme, pa nxitim. Mraku tia nga dora. Zhurma e vogël mjaftoi që ata të kthenin kokën. Sytë e saj u zgjeruan. Ai u tërhoq një hap pas sikur donte të dukej i pafajshëm. Unë qëndrova aty, i ngrirë, me kafen e derdhur në dysheme dhe zemrën që më rihte në vesh. Çfarë po bën këtu? Më tha ajo. Jo me zë të butë, por me panik. Më fal, nuk është siç duket, më tha përsëri. E pash drejt në sy, i njëjti njeri me të cilin kisha ndarë mëngjese, plane, frikra. Tani më dukej krejtësisht i huaj. Shefi u përpoq të fliste, të shpjegonte diçka për keqkuptimin, për moment dobësie. Nuk e dëgjova. Zëri i tij ishte thjesht zhurmë. U ktheva dhe dola, nuk e mbylla derën. Zbrita shkallët ngadalë sikur çdo hap të më peshonte një ton. Në makinë qëndrova disa minuta pa ndezur motorin. Duart më dridheshin. Nuk ishte vetëm xhelozi, ishte tradhtia e besimit, fakti që ajo kishte ndarë një pjesë intime të vetes me dikë tjetër. Fshehurazi, në një vend ku unë e kisha respektuar dhe mbështetur. Më vonë, ajo u kthye në shtëpi. Qau, u justifikua, tha se kishte kohë që ndodhte dhe ishte ndjer e vetmuar dhe nuk ishte guxuar të fliste. Unë dëgjoja për diçka brenda meje ishte thyer. Jo nga ajo që pash, por nga mënyra si e mësova. Ajo ditë më mësoi se surprizat ndonjëherë zbulojnë të vërteta që nuk je gati ti përballosh, dhe se një puthje, edhe pa fjalë, mund të shkatërrojë një jetë të tërë të ndërtuar me shumë kujdes.